Hello, përshëndetje, mirëmëngjes, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela, edhe jam goca më e lumtur në botë sepse ju thashë do bëjmë një udhëtim javën e kaluar, as vetë se kisha kuptuar që ishte kaq shpejt ky udhëtimi. Është këtë javë. Erdhi momenti. Nesër nisemi për Shqipëri, por nuk është ky udhëtimi. Në Shqipëri është pika e takimit me prindrit edhe me motrën. Pastaj udhëtimi im do vazhdoj. Ky si gjithmonë e ka kuptuar që është shtunë po dalëm për kafe edhe po turbohet. Shikoni surati, shikoni. E kanë zënë ca zoomis tani. You beautiful buri ime. You look gorgeous, you look great. Do vishti me gruan në te udhëtimi i radhës. Do ishte mirë. Ç'të bëj, do punoj. Tha një nga ne të dy duhet të punojnë, që i bie që gjasmë unë nuk punoj. Ban qet, ajo ta shet. Po mirë, bullizoni, edhe juve në komente buri im. Nuk po të bullizoj, kam inat që ke këtë punë, se edhe unë do desha ta baja. E mirë, atë po e kuptoj, të gjithë do desh. Të spostoj më makinën time brenda pastaj. Sot është shtunë, duhet të bëj gati valixhet, të bëjmë gati për vete, të bëjmë check-inin, të kontrollojmë me siguri çfarë gjëra kam, çfarë nuk kam, sepse nesër fluturojmë në orën 9 të mëngjesit. Çfarë qen ki bukur është ky? Por që t'i bëjmë të gjitha këto, na duhet puçinoja e mëngjesit, kuptoni, që të marrim energjinë e duhur. Faktikisht do duhet të haja një mëngjes të mirë me vezë, por nëse un jam tip partikolar, funksionoj me kafeinë. Sot nuk kam arsye për t'u grindur, sot kafen po e pim me dielli, të na godas kështu. Kishte dal dielli e tham do ulemi jashtë, të thithëm pak reze, të thithëm pak vitaminë. Çfarë patë me Lusha? Lusha shef njerëz që njeh. Tërbohet. Dua të shkoj të bëj një xhiro të fundit te Zara, po kërkoj një bluzë për një nga outfitet e mia të Parisit, sepse kësaj radhe kam dendur 3 ditë edhe kam menduar outfitet, që të marr vetëm ato rrobat që më duhen, edhe mos e mbush valixhen plot si bëj gjithmonë, e gjysmat nuk i vesh. Po të kem vetëm ato që do vesh. Okej, do marr një 2 bluza më tepër, se gjithmonë duhet të kesh diçka të ndrosh, por kuriozisht do të kem outfitet. E më mungon një bluzë për njërin nga outfitet e mia. Të shohëm po do gjej sot diçka. Uljet pas kanë mbaruar, nuk ka asgjë me ulje. Kjo ishte bluza që kërkoja. Puna është, shikoni këtu. What is this? Duhet jetë çepja e keqe, duhet të ishte kështu. E shikoni, kështu do ishte bukur. Kështu nuk është e bukur. E tani un kam ngelur pa opsion. Edhe kjo do ishte shumë e bukur, po të më bente. Pjesa po më bën, po këtu pjesa lart, mari gjigante e gjithë. Ky është problemi me Zara. Nuk gjen dot numër të saktë. E vetëm një gjë që po më pëlqen është ky fundi. Do e kombinoja me një bluzë tjetër ngjyrë, po ky stil, edhe me taka me shumë mundësi. Por prap nuk jam e bindur, kështu që do shkoj një xhiro te dyqanet e tjera të shoh mos do një bluzë këtë bukur, e pastaj do vendos. Derisa buri im gjeti mokasinit që i pëlqejn, se ka kohë që po i kërkon këto mokasinit kështu. Po kalon fazën e vet me kapucët edhe ky tani. Ç'a të bësh? Atëherë, një dy gjëra i mora. Mirë keq tani nuk e di. Iku telefoni. Kjo shprisja të kishte edhe gjëra të tjera. E nuk ishte fare gjëra thuajse. Hangrëm shpejt dhe nga një burger, një alamet burgerit, ju them të vërtetën, unë arrita deri te gjysma të hap, pastaj më erdhi një sindjesi, o zot, nuk po të duroj dot më. Edhe e mori përsipër Clyde ta përfundoi, që nuk u mundua edhe shumë. Po është vërtet, nuk u mundove, nuk të pash Theon me zor pa ha. Po vdes jam keq. Tani e keq, po mbasi ngri një burger e gjys thua, okay. Nuk e kam ripin. Njerëz po ju mbyll të ve ripin. Hear me out. E mora fundin, nuk duket i gjithë outfiti. E kombinova me çizmet, mora edhe këtë bluzën. Nuk jam e sigurt po do ishte më mirë kjo bluzë apo një bluzë zezë. Ta mendojmë të kompletuar edhe me çantën. Ta ve edhe këtë kapelen dhe si kështu. Apo është too much? Po fundit në Paris po shkon. Edhe më pëlqen, më duket weird se nuk jam mësuar me këtë gjëra. Do provoj edhe këtë. Kjo është edhe ngushtë këtu në bel. Nuk e di kush më pëlqen më tepër. Diçka po ndrejq këtu avash. Jam në rrugë të mirë, kështu që nuk po stresoj më tepër se sa duhet. Dihet që dita e fundit po mundohem edhe të mbledh gjithë shtëpinë, që t'i lë sa më pak gjëra Clyde të ketë bëj. Do me thënë të ketë të merret me gatim për veten e vet lajotenët, po mos ketë të ver lavatriçe, fshesa njërin tjetrën. Edhe pse fshes këtu brenda duhet vend çdo ditë fshesë lec, por tani le të bëj si të doj. Don të jetoj në lum, të jetoj në lum. Don të pastroj. Unë nuk mundem ta ndihmoj më tepër se kaq sa po mundon. Shoveni një lavatriçe tharse, e tani po i palos edhe këto rrobat. Duhet të mendoj akoma një outfit të paktën që më duhet për atë një ditë që do jem në Tiranë. Kamerat duhet pak të shoh çfarë si qysh teku do i veç, çfarë do marr, çfarë do marr. Edhe ato realisht më lodhën trurin tepër kur duhet i bëj. Ndërkohë mbrapa po shikonim, nuk duket tani po në televizor, po merreshim me Epstein Files. Besoj dhe shpresoj që të gjithë e keni parasysh për çfarë po flas. Nuk po them në thellësi, po të keni dëgjuar në përgjithësi çka ka ndodhur me Epstein, por nuk e dini, informohuni. Një nga skandalet më të mëdha të viteve të fundit, skandalet njerëzve të pas
pasur me pushtete me lek që të kuptoni çfarë bëjnë njerëzit që kanë pushtete lek. Do më thuash të gjithë njerëzit që kanë pushtete lek bëjnë kështu. Mbase jo, por në shumicën e rasteve ka dalë që çdo familje ka patur edhe nga një skandal të vet. Ato të paktën familjet që kanë fuqinë e madhe. Jam e shokuar me të gjithë situatën, edhe pse mendoj që kemi arritur në një pikë që kemi dëgjuar kaq shumë gjëra, kemi parë kaq shumë ndodhje, edhe nuk na bën më përshtypje asgjë, edhe kjo po ta mendoni thellë. Nuk është gjë e mirë. E sad që të hapësh televizorin të shohësh që njerëz të pasur abuzojnë seksualisht me goca të vogla, edhe të thosh, "Okej, e kam ridëgjuar këtë, e ka bërë dikush tjetër edhe okej, nuk më duket diçka." Kjo tregon çfarë llumi mban kjo toka, që gjithë ky llumi ka dalë kaq lart në sipërfaqe që neve jemi mësuar ta shohim, nuk na bën më përshtypje të shohim llum. Më duket absurde. Unë për vete jam shokuar, ndonjëherë mendoj që sa me fat jam që erdha në këtë tokë, sepse ashtu është, jemi me fat neve që jetojmë në këtë botë, sepse është mrekullueshme që ekzistojmë, që njerëzimi ekziston, që toka ekzistojmë, që neve ekzistojmë, i gjithë ky sistemi planetar, është gjithë e mrekullueshme. E nga ana tjetër them, nuk do desha të kisha lindur fare në këtë tokë me gjithë këta njerëz dhe gjithë këto gjëra që ndodhen, sepse unë, ti, ai tjetri mund të jemi nga ta me fat që nuk na kanë ndodhur gjëra të rënda, por ka shumë njerëz që i ndodhen gjëra të rënda. Dhe këtë ditë po mendoj ato, edhe pse Dostojevski ka thënë që njerëzit që mendojnë tepër vuajnë në jetë, sepse po të mendosh, kupton pjesën e anë të mirë të jetës edhe atë jo të mirë, dhe ashtu është vuajnë. Një njeri që nuk mendon, që është le të themi në thonjza më budalla, nuk i futet në thellësi pyetjeve që pse unë jam këtu, çfarë unë bëj këtu, çfarë duhet të bëj që të ndihmoj tjetrin, çfarë kështu, pse ashtu, kush jam, njëri tjetër që s'ia bën të pyetje veten, është një njeri më i lumtur, sepse nuk i kupton as të mirat as të këqijat. Thjesht jeton sa për të jetuar, jeton sot për sot pa vrarë mend, pa bërë shumë pyetje ekzistenciale. Si arrita në këtë pikë të muhabetit? Kjo është psikologjia ime në përgjithësi këto kohët e fundit. Arriti pakoja tjetër nga shini, arriti sot ditështu nuk e di si ka mundësi, por them, ti provoj që të i heq nga qesja, shoh si marin, plus do hy të bëj një banjë, edhe me që këto janë të palara, ti provoj tani para se ty të banja. Janë të gjitha gjërat që kam zgjedhur nga kjo marka Glow Mood, se ja kam thënë 1000 herë, do vazhdoj do i them, është marka më e mirë activewear që ekziston në Shein. Kam marrë këtë bluzkën, të cilën e kam edhe në të zezë, se më pëlqen tepër, është edhe volitshme, mbledh trupin, ndihesh rehat kur bën lëvizje të ndryshme në palestër. Edhe këto si leggings që janë flared ones, të hapura te pjesa e poshtme, i kam në të zeza, i morete kjo ngjyra çokoladë. Shikoni sa bukur që shkojnë edhe me tjetrën, edhe kjo supozohet që të bën një lift te kjo pjesa këtu. Edhe po të njëjtat i kam marrë edhe në këtë ngjyrën këtu. Ngjyrë ulliri, le ta themi këtë. Kam marrë edhe një çantë për palestrën. Shikoni sa e bukur që është kjo çanta. Kam unë atë të zezën, por të kemi një tjetër kur të fus ta laj atë çantën, të kem një rezervë. Edhe duket edhe shumë cutesy. Kjo është një nga ato xhaketkat që veshën tepër gocat e pilates, por edhe unë e vesh në palestër, mbyllet kështu, edhe është Pinterest vibes. Edhe një tjetër xhaketkë klasike e palestrave. Xhaketka që kam, domethënë, thjesht që këtu si po ju them kanë materialet yll. Nuk krahasojnë me ato xhaketkat e tjera që kam. Vallai, mua më pëlqejnë këto xhaketkat i vesh me leggings e me atlete dhe të dal jashtë. Jam duke vdekur. Gocat që bëjnë palestër, pilates, yoga, të gjitha këto e din që duke qenë që janë të ngushta këto rrobat, duken mbathjet dhe nuk duken bukur. Por te Glow Mood kanë mbathje që janë pa qepje, edhe sepse i kam provuar, janë të dytat këto që po marr, ta dini që realisht nuk duket asgjë. Azja. Ciao Lucia ime, ciao zemra mami, do më marrë shumë malli mua për ty, i bukri ime ti. Jam me shumë pak orë gjumë, 4-5 orë gjumë po kam fjetur. E dini, më kapja i sikleti që bobo, do zjojmë, do ja dal, do arri, do këshu, kam haruar diçka. Edhe gdhivi, duhet të nisemi për në aeroport. Qinën e do këtu? Jo, e pim aty në rrugë, po do jetë hapur, nuk penso që janë hapur këto. Është diel sot në orën 7 hapen. Atëherë, mora pasaportën, mora portofolin, kameran, edhe çelësat e shtëpisë. Çfarë tjetër kryesore mund të mungoj? Dje nuk ju filmova thuaj se fare, por besoj e kuptoni. Ditën para se të nisesh për udhëtim ishte kaos, po mundojsha të sistemoj çdo gjë. Edhe deri momentin e fundit, domethënë që u shtriva në krevat, po mbylli akoma bashkëpunime, emaile, i kam vjedhur Klajdit edhe shallin. Kam shall të bardhun, po shallimi i bardhë është gjigant, edhe zi shumë vend. Ndërsa Klajdi ka këto shallkat e vockla, që janë ngjasme të burrave, në përgjithësi të burrave i bëjnë pak më të vockla. Nëse ka edhe për burra nga ato të trashat, volisin më tepër. E ta mbash në qafë, por e po dua ta fus të bakpaku tani,
mbajte vockël kjo fuste pak paku. Edhe pse jashtë janë 9 gradë. Burr, çfarë po ndodh? Gjithmonë zgjoheshim ishin -1, -2, -3. Sot janë 9 gradë sa jemi zgjuar. Do lej është nuk ndjeja fare ftohtë. Tiranë tani që po vim hyra pas pak kohë, thoshte që do jetë kështu e vrentur me pak shi. Treqi ta haj. Edhe në Francë do jetë e vrentur me shi. Pse? Mbasi të kthejmë nga Franca do prenontoj një udhëtim të mirë në Greqi, të shkoj aty një javë vlla, të më kënaqë të syri me djell. Ciao burri, shifemi mbas një jave. Albania, po pres të dalën valigjet. U kthyem te shtëpia jon në Tiranë. Këtu te lagja jemi kemi shumë probleme parkimi në përgjithësi. Nuk ka parkim. Ky është problemi që kemi. Edhe më la klinti poshtë, sepse nuk ishte ku të linte makinën. Më futi valigjen te ashensorit e tani duhet të hapja ujin vetë. Shpresoj që jashtë ku është uji, kabllat, kam hapur tonë. Shkojmë ta shohim njëra. Independent Queen. Erdhi më mori klinti si gjithmonë. Vajtëm te baziku, pivëm një kafe, morëm një sanduiç për këtu në shtëpi. Duket ky është bërë programi im klasik sapo shkel kamën time këtu në Tiranë. Dhe tani kam marrë këtë shiferin, po mbledh pak plurat, sepse do lejm ndonjë robë, lejm ndonjë pjatë në tavolina këndende, mos hajm mes plurave, të lejm të gjitha gjërat ashtu. Dhe që thoni kemi disa muaj që po organizojmë këtë udhëtimin në Francë, në Paris. Eliana kishte shumë vite që po më thotë dua të shkoj në Francë, dua të shkoj në Francë, e të them të vërtetën, edhe unë udhëtimi im i parë me Clyde-in, jashtë shtetit ka qenë Franca. Se nuk po e llogaris fare Kroacinë këto që shkojmë me makinë kemi këtu afër, sepse jemi rritur me ato filmat romantik që Francën e tregonin tepër. Edhe unë atëherë ndesha shumë të shkoj në Francë. Kur ishim në Prag pyeta edhe babin kush është udhëtimi i radhës se do të bëjmë, tha Francën, e tham ok, po e organizojmë. Në fund erdhi momenti, erdhi dita, java, le të themi që do ikëm. Edhe e dini çfarë, po mendoja që jam e bekuar në këtë jetë o njerëz. Nuk e di si ndryshe ta shpreh këtë ndjesinë që kam brenda meje. Është mirënjohje e pafund, sepse ndonjëherë edhe unë humba të busola, duke qenë që në rrjetet sociale ekspozohet tepër gjithë pjesa e mirë e jetës të një njeriu, edhe asnjë jetë nuk ka vetëm pjesë të mira, ka edhe të mira edhe të këqija, po ditë që të këqijat nuk i ekspozon dot aq kollaj, ndërsa pjesët e mira ekspozojnë shumë kollaj. Gjithmonë shoh njerëz që shkojnë udhëtime, kanë arritje tepër të mëdha, dhe them, ore mbasi unë nuk bëj diçka mirë në këtë jetë që nuk kam arritur në ato pikë, por nuk është ashtu. Ndonjëherë duhet ulemi të themi, shifë sa gjëra kam arritur. Nëna iku nga jeta dhe nuk ishte vajtur një tek udhëtimi jashtë shtetit, edhe unë mërzitem shumë kur e mendoj që edhe ajo ka qenë çup dikur. Sigur ka patur edhe ajo dëshirat e veta, por të gjithë energjinë që kishte e ka fokusuar te familja, ja ka dhënë familje, sepse i urit në një vend ku ishte zhvilluar komunizmi, edhe kur mundësit nuk ishin të tepërta, ishin të pakta, njerëzit punonin edhe luftonin për mbijetesë, jo për qef. Edhe mami ime kur e mendoj, çupka ime e bukur, edhe ajo tani ka filluar të bëjë udhëtime kështu jashtë shtetit që jemi rritur e neve dhe i shtym pak të dy që të bëjmë. Babi do pak më shumë, derisa mami është më e rezervuar akoma sot. Por për mua këto udhëtimet, okay, ne kemi bërë, ky është i dyti që po bëjmë, por ai udhëtimi i parë më ndeti shumë në zemër, tepër, sepse ishte një udhëtim ndryshe, edhe neve ishim të rritura, edhe shikon një anë tjetër të prindrit tanë kur shkon në një vend tjetër, shef kulturën, eksploron. Për shembull, më vjen keq që nuk kanë mundësi të flasën anglisht e të kuptojnë me njerëzit, të komunikojnë kështu që ka nevojë për neve që të shkojnë te një vend i huaj, që të mund të komunikojnë me kollaj, jo sepse nuk bëhet, se bëhet edhe ajo, po kjo kur ajo ne bën edhe atë, ke Google Translate çdo gjë sot. Punuan edhe ata gjithë jetën e tyre për neve që të kemi ne mundësinë të komunikojmë për veten tonë, ai dhanë neve këtë si armë, në thonjzar, ta kemi për jetën tonë, për zhvillimin tonë personal, të mund të shkojmë diku jashtë shtetit, të komunikojmë me njerëzit për çefin tonë, për punë, për çdo lloj gjëje. Dhe do desha realisht shumë të kemi mundësinë të organizojmë edhe udhëtime të tjera kështu si familje, sepse mendoj që në jetë gjërat që në fund do gjelen do jenë këto eksperiencat edhe kohën që i ke dedikuar një njeriu. Dhe sa akoma prindrit e mi janë të rinj, kanë fuqinë, kanë mundësinë, kanë kurajun që të bëjmë këto udhëtime, do desha të organizojmë të tjera, duke qenë që mosha bën edhe të vetëm. Edhe sa më shumë të rritesh, aq më pak energji të ngjelet. Mbase ke më shumë mundësi ekonomike, por nuk ke të njëjtën energji, aq sa kishe në të 20-ta, 30-ta, 40-ta për shembull. E do desha ta shfrytëzoj këtë kohë që kemi akoma, sepse janë të dy të rinj akoma. Edhe të bëjmë gjëra të bukura, të krijojmë memorie për familjen tonë. U bëra emocional. Por realisht jam shumë e lumtur që kemi mundësinë sot i bëjmë këto gjëra. Pasi për një familje tjetër këto që po them, janë gjëra normale që i bëjnë gjithmonë, po për ne në familjen tonë nuk kemi bërë udhëtime kështu jashtë shtetit. Kemi bërë brenda në Greqi, kemi erdhur gjithmonë në Shqipëri sepse ju e dini që ne emigrantët duam gjithmonë të kthehemi në atë, por nuk kemi bërë udhëtime kështu të mëdha jashtë shtetit me familjen të shohim gjëra. Edhe që sot po fillojmë po i bëjmë këto gjëra, mua më lumturon jashtë mase. Tani prindrit kanë arritur janë në Kapshticën, nga Kapshtica do marrin edhe gjyshin, edhe do shoh edhe gjyshin. Edhe nuk e di si t'ju sqaroj, po më shpërthen zemra nga lumturia për këto gjëra. Jam tepër shumë
shumë e lumtur. Ndërkohë te dhoma jone gjumit ndrova çarçafët, shtrova edhe jorganin sepse është dimër obviously. Vura edhe një lavatriçe me çarçafe dhe me peshqira që të mbaroj edhe ta ndej. Duhet të zbres të marr ndonjë çikuj, të marr ndonjë molto, dua të ha molto. E po pres të ngrohet e dushi që ty të bëj një banjo. Ja, ky është programi sot. Edhe në darkë do mblidhemi të gjithë bashkë te shtëpia jonë këtu në Tiranë. I'm so happy, so very happy. Në balkon gjeta edhe një kalendar të 2026-s. Presëm të thahet edhe ta varëm diku këtu brenda. Njerëz e dini çfarë? E peshova në mëngjes që e kalon valixhen e madhe e thoshte 17.9 kg. Kjo gjë nuk ka ndodhur kur më përpara. Kur në jetën time më përpara. Të dal 25 më ka ndodhur, po të dal poshtë 21, një tek pull herë nuk ka ndodhur. Që kjo nuk e di çfarë tregon për mua, mbase që po rritem, po bëj më mature. Edhe kam nevojë për më pak rroba, sepse mami me babin kanë përfunduar të marrin një valixhe të dy bashk. Në përgjithësi në udhëtimet ashtu bëj. Edhe me sa kuptoj që ka moshat, se s'ka mundsi. E dini që moshat më të mëdha për shembull flein më pak orgjum ose marrin më pak rroba. Ja, po s'postojmë ta ajo gjëja. Kalova 30 që fillovi nervi shiatik e marr më pak rroba me veten udhëtimet. Ndrim total. Gjithsesi, po hap tani valixhen që të nxjerr peliçën që aty gjërat që më duhet të përdor tani. Duhet ik të ble furçe dëmbësh kur të pushoj shiu. Me shi nuk mundet të dal. Nice. Dhe Eliana kishte ditëlindje tani në janar. Siç kishte dhe babi e mami, po babit e mamit ja ka marrë surprizat, po keni parë vlogmasin e Elianës, i keni parë surprizat, dhurata. Edhe desha të blej dhe Elianës diçka. Eliana në përgjithësi, besoj e dini, është njeriu më important në jetën time. Se e them këtë gjë. Patjetër që është edhe Klajdi, po Klajdi është një independent king, e kuptoni. Ndërsa Eliana sa do independente të bëhet, edhe sikur të filloj të nxjerr miliona, ja uroj inshallah do zoti. Prap ndiem sikur duhet të jem atje që ta mbroj. Eliana, duke qenë që është motre me vogël, është fëmia im i parë në realitet. Unë ndiem që e kam me motor edhe fëmijë dhe shoqe, të gjitha një kombinim. E po kërkoja të blej një dhuratë të bukur, të lezetshme. Mendova të marr një palë kpuc, duke qenë që po e shikoni fiksimin tim me vintet këto kohët e fundit. Ju hyra research për të marrë kpuc. Edhe desha të marr diçka që të mundet ta kombinoj me shumë gjëra dhe të jetë timeless, mos ketë kohë, të jetë në mod gjithmonë e të mundet ta përdor për shumë vite. E shiste një franceze. Nuk më bëri fare ule, as 2 euro nuk ma ule. Këto francezët më çmenden mua në vite. Gjithsesi muhabet tjetër ky. Edhe në fotografi kishte vënë kpucët bashkë me kutinë e tyre. Edhe unë i mora se thash shife sa mirë ka mbajtur, pende ande. Unë i vlerësoj këto gjërat në përgjithësi, se ju kam thënë shpesh herë që edhe unë jam një nga ata njerëz. Kur marrin mua pakoja, kishte vënë scotch, rreth e rrotull kutisë me kishte dërguar me kutinë origjinale. Domethënë, jo që këtë kutinë ta fuste një kuti tjetër ose të një qeske që mos e prish. Edhe shikoni, duke hequr scotchin dihet që ikoi gjithë pjesa e kutisë. Edhe ishte hera e parë në jetën time që kam lënë recensione, review të keqe në Vinted. Njeri shkroi ta mesazhe i thash I am so very disappointed of you, që ke bërë këtë gjë. Se i thash, duke qenë që është diçka luksuri, besoj e kupton që ka rëndësi edhe kutia, edhe nuk e prisa këtë gjë. Të tipit kështu i fola unë. E pa mesazhin e nuk u përgjigj. And I was like, 2 yje i lash. Edhe shkroi ta motivim pse i lash 2 yje, edhe ajo ma ktheve review me 5 yje, sepse e dinte që ka bërë gabim. Motremi nuk e ka parë këtë kpucë, do i shoh sot, edhe una bëj crossing fingers se do i pëlqen se kemi stile ndryshe me Eliana. Edhe kam frikë, kam shumë frikë, se desha t'ja bëj surprizë, jo ta pyes çfarë doj ta zgjidh vet. Kisha qef të krijoj këtë situatën që të pres diçka, edhe mos e di çfarë është këtu brenda. Do shohim bashkë si do reagoj, por po ja u tregoj juve një herë. Taran! Është Kitten Hill, është e zezë, ka këtu qepjen klasike e Diorit, që kanë edhe çantat Lady Dior, plus ka edhe këtë pjesën metalike dhe den metalike këtu, janë të dyja një lloj, edhe në Cambrin akoma më bukur, edhe sa i pash, thash, janë një nga gjërat më shik që më kanë dalë në Vinted. Plus i mora në çmim realisht tepër shumë të mirë, nuk kam çfarë të them. Janë të mirëmbajtura, nuk kanë ngërvishtje, nuk janë të shqepura diku, janë perfekte, janë realisht perfekte. Vetëm këtu duket që janë të përdorura që obviously ka veshur tjetra. Me zër po pres të vi që të shohet të na thotë si duket. Por pastaj unë gjeta një palë kpucë të tjera, po për vete kësaj. Edhe ato mi blevi mua Eliana për ditëlindje. Janë në nivel tjetër ato kpucët, do ja u tregoj kur të kthehemi në Itali. I mora edhe një palë syze, David, deshte këtë markën, e përsëri ja gjeta unë Vinted, janë të paveshura fare, edhe këto janë për sportistët, janë kur shkon edhe hyp male ose bën biçikletë gjëra të këtilla. Nuk ja bleva una, ka paguar vet. Por duaj look fashionable, mos duhet të filloj të hyp male, që të ble syze të këtilla e të bëj foto. Sport girl vibes, fillon robi sportin për syze. Ja ashtu bën natë, sa po ktheva nga supermarket. Edhe është dje kur drita e sallonit. Para se ti në supermarket, e ndeza unë dritën, e ndizesh tani u çu ktheva nuk dizet me drita. Gjëra të çuditshme. Morë një ujë se sot s'kam pirë fare, duhet të hidratojmë, edhe që të kemi ujë në shtëpi.
Besoj nuk keni nevojë për serim, nuk kam patatino merigon në Itali. Kaq. Furçë që dhembës, ultra soft, që mos të vras mishrat e dhembëve. Un kam disa vite që po përdor vetëm furçë elektrike. Po kur ik në udhtim nuk e marr dot me vete, është e madhe. Kështu që marr furçë normale, por më gjakosen tepër shumë mishrat me furçë normale. Më theli Ana duhet të marrësh ato që janë shumë të buta, që mos e kesh këtë problem. Një çokoladkë të vogël. Kam fajun tani të shkoj te një pasticceri që kemi këtu afër te shtëpia të marr një baklava. Një trileçe. Kjo është ide e mirë. Mbaroi lavatriçja, prandaj kështu në errësirë, do i ndej këtu brenda, se jashtë nuk është pastruar ballkoni që ti ndej jashtë. Plus deri çfarë po binte shi, edhe neve tent nuk kemi në ballkon. Kur të vi mami, po nuk i pëlqejën këtu, le ti çoj ku të doj. Përse detersivat e Shqipërisë mbajnë erë detersiv Shqipërie? Nuk e di po është vetëm te Trurin kjo gjëja, por detersivat që blejmë dhe përdorim këtu kanë një karakteristike që vetëm këtu e kanë atë llojerën. Detersivat që përdorim në Itali kanë erë tjetër ndje. Tani kjo është e vërtetë apo jo? Nuk e di. Le të më jap dikush një sqarim. Është erë Shqipërie. Dhe nuk e di çfarë të bëj me jetën time derisa të vi grupi në shtëpi. I don't know what to do. Ret mbaj dushin tim. Edhe te kjo zona këtu mami mban një gotë qelçi, edhe vëm brenda brisjet e babit e gjërat vockla që mbajmë këtu në banjë. Kështu që kisha marrë telefonin, e kisha vënë këtu e këtu ishte gota. Edhe si po lajm dëgjoj puf. Edhe kishte rënë gotë bashkë me telefonin, shqyr zotit nuk pësovi gjë telefoni, por njerë u prish drita në salon që nuk pandizet. Njerë kjo. What is going on? Is this spooky? Because I am really scared right now and outside it's night and I want my parents here now. Erdhën! Ja së gjyshi! Ma nga 100 të qamka. Qaj është ki super mega ylli këtu! Mirë ke qenë? I hoqët të kusë. Se sa do i dritë? A është prishur drita, ata po të thosha. Dhurata time! Le të shoh. Telja. Gocat po provojnë peliçet që do marrën me vete në Francë, sepse këtu jemi glamour, Londi, glamour. Mirë mëngjes! Sot e kemi nisur ditën, kemi vajtur, kemi pirë kafe, edhe tani kemi serviset. Ato serviset që bëj una kur vi në Shqipëri, do me thënë shumica emigrantëve kur vim në Shqipëri. Stopi i parë do jetë të shkoj me mamin të marr perde. Perde. Tani që vurëm dritarit e reja edhe ngritëm atë pjesën e perdes, ajo e vjetra që kisha nuk rinte mirë, kështu që kam porositur të reja. Plus që në përgjithësi perdet e mia të vjetra nuk më parapëlqejnë, dua t'i ndroj të gjitha. Do ju marr me vete, të shkojmë t'i marrëm, t'i shoh edhe unë nga afër, edhe të shohëm me mamin, edhe copa të tjera që të shoh mos ndroj dhe ato të dhomave të gjumit, prandaj po e marr si ndihmë se Sa do më paguash? shifeni sa e bukur sot se u gjyja ke tula ime, sa thula ime. Do të paguaj me dashuri. E mirë, ata duaj. Ma ata sa duash. Dashuri full. Në kafe. Po më dalën sot në mëngjes të gjitha videot nga Super Bowli që këndovi Bad Bunny. Na. Edhe jam në mood kështu latinoamerikan. Opa. Supozoheshe që do iknim me babin. Do na linte neve te perdet, edhe pastaj do vazhdonte me gjyshin te vëllezërit e gjyshit. Por babi tha, kur ishim te kafja, po ikte Vodafone të vekartë se s'kam internet edhe si do ju gjej si do flasëm këndelde. Iku te Vodafone, ka kaluar 40 minuta, nuk e di ku është, nuk po i gjej me. Kështu që un po ik me mamin të zbresëm me taksi, sepse puna është që mbasi do marr perdet, do shkoj te Xhena, të pres floçkat, ka erdhur momenti me zor po pres se janë zgjatur shumë këto banks, edhe un dua të kem formën e bajlukeve. Mami, sa rritë më shumë si ty po bëjmë. Dua bajluçka, dua bluzka me vë, dua kështu, dua ashtu. Kopja jote. Kot më shani do me dhenë mua. Ti po vi në stilin prap. Arita, edhe kam pafund opsione, sepse, po thosha, dua të shoh, to supozoj shofëm, nuk e di se unë me perde nuk jam para marr. Një herë kam bler, ato që kam nuk më pëlqejnë, kështu që tani po i futem kësaj boteje. Desha të shoh si do ke ndal tani këto, që të shoh mos ndroje të dhomave të gjumit, çfarë opsione mund të kem. Taran! Jemi te linoja, sepse unë që në fillim desha lino. Nuk e di pastaj pash Pinterestin njërin tjetrën, vajta mora tyl. Që nuk e di pse e bëra këtë gjë, prandaj duhet të shkoni me instinktin. Çfarë ju thotë që në fillim, desha që në fillim këtë, duhet ta kisha marrë që në fillim këtë edhe u ktheva këtu. Shumë e bukur është. Edhe materiali, edhe nuk është shumë e tejdukshme, më pëlqen shumë. Mami iku me babin, edhe unë tani po ik te Xhena të presh floçkat. Bara thoj se gjysmore që të arrit te Xhena. Kishte trafik të papar. Klasike e Tiranës ky si muhabet. So pretty, so nice, so cute. Op, edhe një ylli këtu. Kush sa po bëri flokët e fillove shiu? Jo, po imagjinojeni pak. Dhe tani, erdhëm te klinika grande, duhet ta mbaj kështu që të kem dritë. Të bëjmë depilim me laser, sepse po një investim të mirë kam bërë për veten time. 2024-ën ka qenë të filloj palestrën. 2025-ën ka qenë të filloj depilimin me laser. Nuk e di sa herë duhet ta them akoma, por ka qenë realisht gjëja më e mirë që kam bërë për veten.
Sa po mbaruam, jashtë si e shikoni është Bernat, ne kemi dal nga shtëpia që në mëngjes dhe tani ulëm direkt ta hajm, se jam me një molto që në mëngjes. Unë mora sanduiç, motra mori një pica, do hajm këto e do ikëm në shtëpi. Se nesër kemi udhëtimin. Duhet të bëhemi gati. Dhoro mami. Babi të ka bler dhuratë, ti nuk din asgjë po. Faleminderit. Të shohim çfarë dhuratë i ka bler babi mamit. Prandaj po na çmend ktheu në shtëpi, kur do kthesh në shtëpi, kur do ja jap mamit, kur do ktheni. Shife, telefon për ty. Orë që e petullën fare, burë me orë që e Ore, petullën. kush është ber babi? Ba, je mirë. Në Francë, jo me telefon e vjetë, me të riu, prandaj ta mora. Çfarë të ka ndodhur këto vitet e fundit? Po mirë me dhe mami s'ka patur telefon të mirë, E. tash ti marrë një të mirë dhe ajo. Bravo, ti për romantik po besh. Mirë, ta gëzosh ketula. Falemderit. Sa bukur i kisha flokët çpar, nuk duruan asnjëherë të shkretat se e thithën të gjithën lagështin, hëngrën e shiun. Pra, më kryet unda, do zihemi. Hera parë do jetë apo e fundit. Dhe që thoni jemi kthyer në shtëpi. Motra imi që është gocë mirë po editon, edhe pse kemi të zgjemi herët se është gocë punëtore. Nuk të javësh e sigurt që nuk do kem publikuar video sepse nesër do jem në Francë, nuk mundem atë kohën që kam në Francë t'ia dedikoj editimit. Besoj më kuptoni. Oui. Edhe diku këtë them t'ju le. E ne do shifemi si gjithmonë te video radhës. Mua!